Babgjyshi jon ka qenë antikomunist i përbetuar, ka qenë kraj i më i fortë i Mehmet Gradicës, dhe Mehmet Gradica ka qenë antikomunist i më i përbetuar në Drenit, dhe këto janë konë arsyet se Babgjyshi ka qenë edhe komandant i vullnetarëve për mbrojtjen e kufinit në Kollashin. Me Shaban Polluzhën që është mbrojtje. Me Shaban Polluzhën, por Shaban Polluzha u kthy. Domethënë ai ka qenë Pej, Babgjyshi ka qenë Kollashin. Okej. Po trajtu mas 45-s ju. Ne kanë konfiskuar tokat, na kanë quajtur kulak, deri në vitin 1949 jemi kon kulak në tokat tona, domethënë tokat tona janë kanë tërkuar me punu, dhe deri në vitin 1987 ne na kanë rëduar edhe vorret, që e kemi ngrit një përmendore Babgjyshit dhe kemi shkruar jemi krenar që ju patëm, viti 45 ishte vetë flakët e more ashtu si pa dëshirë, dhe në vitin 1987 komunistat e Fadil Hoxhës na kanë rëduar edhe vorret, na kanë çuar në burg të tonë të rriturit për pas të miturve, sepse e kemi shkruar përmendore në anglisht të nipat Halili Fadili Haxhiu kanë në bin. Na thatë më herët që njonin